Ukraina po kërkon një hap të ri drejt paqes. Në këtë drejtim, Kievi thuhet se i është drejtuar Turqisë për të organizuar një takim të nivelit të lartë mes presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe atij rus Vladimir Putin. Por sipas ministrit të jashtëm Ukrainas Andriy Sybiha, në këtë takim është kërkuar të marrin pjesë edhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe presidenti amerikan Donald Trump. Presidenti i Ukrainës është gati për një takim të tillë. Ne duam t'i japim fund kësaj lufte, ka thënë Sybiha. Duke lavdëruar diplomacinë turke, ai ka theksuar se Ukraina ka propozime konkrete për një zgjidhje paqësore dhe për shpreson në mbështetjen e Turqisë. Kujtojmë se Turqia vazhdimisht ka shprehur gatishmëri për të ndërmjetësuar dhe për të mbështetur negociatat direkte mes dy vendeve. Por nëse do të zhvillohet një takim i tillë, pritet të shihet në ditët në vijim. Për të mësuar më shumë rreth luftës në Ukrainë dhe zhvillimeve të tjera në botë, lexojeni telegrafi.com.